Unë do doja shumë shkurt një mesazh për tritë dhe trejat e moshës 25, po kap na edhe unë për moshën 25, po jo domosdoshmërisht, që a janë domosdoshme bëni që ka për shembull të këtij lëmie edhe nëse s'ka nëse simptom. Në moshën 25 vjeçare të sugjerohet një check-up neurologjik pak po tingëllon e pa kuptim dhe po tingëllon është e pa nevojshme. Mirë po gjithsesi një e re, një i ri në dekadën e 3 të jetës, në dekadën e 4 të jetës eventualisht, në qoftë se përjeton ose pëson disa simptomat të këtilla, atëre një konsult, një këshillim me neurologun është gjithsesi e mundshme. Qasja te neurolog është e lehtë, në çdo spital rajonal 5-6 sa i kemi në Kosovë, kemi së paku 3-4 neurolog në çdo qytet. Në klinikën e neurologjisë kemi ambulancë specialistike çdo ditë që funksionon. Realizimi i terminit është shumë i lehtë, shpeshherë pa termine i kontrollojmë, do thotë, kanë mundësi që të këshillohen dhe nëse shihet të arsyeshme nga neurologu të kërkohet një rezonancë magnetike, sepse rezonanca magnetike e cila nuk do të rezultojë me vatra, do të qetësoj ata që me gjasë shumë të madhe nuk do ta kenë nuk e kanë këtë smundje dhe nuk do ta kenë këtë smundje. Kështu që check-up i rregull neurologjik do të jetë vështirë që të sugjerojmë se çka të kontrollojmë, por gjithsesi nëse kanë diçka ndonjë pikpyetje ose ndonjë nëse e kanë gjetë veten nga këto rrëfime që i bëm ne gjatë këtij emisioni, atëherë nuk ju kushton asgjë të bëjnë një konsult. Kjo është çike se unë zakonisht kur i kam sa në studio, nesër më vjen me thirr se kam ndonjënë prej simptomave, por është çike, ka lënë. Nesër me çfarë simptoma do të lajmërosh nesër? Me marrëmendje. Doktor, faleminderit shumë, çdo herë shumë kënaqësi me të pasur. Faleminderit po ashtu, faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi edhe për mua.